muaji Ramazanit i tëri është i veçantë. Po. Mirë po, profeti ynë i dashur, Muhamedi alayhi salatu wassalam, e ka nda muajin e bekuar të Ramazanit në 3 periudha, në 3 pjesë. Ka thonë 10 ditët e para të muajit të bekuar të Ramazanit janë ditët e mëshirës, që Zoti Xheleshanuhu Xhele Xhelaluhu i mëshiron gjithë ata të cilët shprehin ngadishmëri që të hynë në muajin e bekuar të Ramazanit me pasion për të agjëruar, realizuar këtë obligim të Zotit fuqiplot dhe për të përmirësuar gjithçka në vetveten e tyre, në familjet e tyre, në shoqëri, por edhe gjendjen e ummetit në përgjithësi. Dhjetësja e dytë e muajit të bekuar të Ramazanit është dhjetësja e shpresës, që besimtarët